Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se në këtë muaj temperaturat e pakënaqësisë ndaj kryeministrit Edi Rama janë të larta. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha u ndal tek vala e protestave që kanë përfshirë vendin prej muajsh, ndërsa theksoi se reforma e re territoriale synon shpopullimin e vendit. Krahas protestës më të fuqishme në 35 vitet e fundit të 10 mijëra qytetarëve dhe trive në rrugët e Tiranës, prej 15-20 ditësh në një seri qytetësh të vendit, qytetarët protestojnë kundër zhdukjes arbitrare të bashkive të tyre nga njeriu që don të fusë në plën të dorës të gjithë Shqipërinë. Njeriu që po përdor reformën territoriale jo për ripopullimin e Shqipërisë dhe afrim në shërbimeve me qytetarin, por përkundazi për shpopullimin e Shqipërisë, largim në shërbimeve nga qytetarët, dëbimin e tyre të butë nga Shqipëria. Shfrytëzoj këtë rast për të bërë thirrje demokratëve të Tiranës, që të shndrojnë shtatorin me pjesëmarrjen e tyre në protestën qytetare në muajin e goditjes vendimtare të regjimit anti-shqiptar, diktatorial, autokratik, të narkoregjimit të Edi Ramës dhe të shkojmë si një kom drejt zgjedhjeve të lira të ndershme. Nisur nga ngjarjet e rënda kriminale në vend, Berisha deklaroi se Shqipëria po dominohet tërësisht nga krimi. Përveç ngjarjes tragjike të vrasjes shtetërore të 20-vjeçarit portugez, e them shtetërore sepse ishin 3 uniforma policie, të cilat në vend që të mbronin turistin, të mbronin 20-vjeçarin, morën anën e vrasit, por të merësisht shqetësuese ishte ngjarja në kombinat, ku sipas policisë 10 adoleshent kishin mprehur thikat, revolet për një përleshje e cila do kishte marrë për masat e një masakre. Fakti që në Shqipëri janë krijuar mjedise të tilla ku të inkriminuara, ku mund të ndodhin përleshje me armë të ftohta dhe armë zjarri midis 10 qytetarëve njëkohësisht të ftuar në këto përleshje, dëshmon dhe njerë shkallën e lartë të inkriminimit, të sundimit të krimit në këtë vend. Si zgjidhje për paratë e pista në ndërtime resorte turistike, Berisha propozon agjencinë e posaçme për hetimin dhe sekuestrimin e tyre. Agjenci kombëtare posaçme për të gjitha objektet të ndërtuara me larje parash konfiskohen. Vetëm goditja me zero tolerancë krimit të organizuar është përgjigja më mirë për garantimin e jetës turistëve dhe të shqiptarëve në Shqipëri. Një koment kishte edhe për rritjen e pandalshme të çmimit të naftës në vend. Nafta 220 lekë është çmimi më i lartë në botë në proporcion me rrogat. Nafta në këto çmime ka si shkak themelor tatimin e litrës naftës nga shteti me 1.1 euro. Tatim që nuk ekziston në asnjë vend tjetër. Ne jemi zotuar, siç e dini, që në mbledhjen e parë të qeverisë Partisë Demokratike do përgjysmohet taksa mbi naftën dhe nuk do mund shitet në territorin e Shqipërisë litër nafte më shtrejt se në territorin e Kosovës dhe të Maqedonisë. Berisha u shpreh kundër nismës së qeverisë për krijimin e shtetit Bektashi, duke cilësuar atë antikushtetuese dhe antikombëtare. Ky është një akt në radhë parë kundër bektashizmit shqiptar. Vjen kundërshtim të hapur me kushtetutën e Shqipërisë, vjen kundërshtim të hapur me karakterin laik të shtetit shqiptar, kërkon të krijojë dhe monedhën ED, sepse duhet tani që Ramaduro të lajë miliardat me një bank veçantë, të ashtu quajturit shtetit sovran apo Vatikanit të dytë. I pyetur për ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wendt, Berisha shprehu vlerësime pozitive, ndërsa foli edhe për vizitën e tij në Amerikë. Me ato që unë kam lexuar, kam mendim shumë pozitiv. Një njeri me një eksperiencë të gjerë. Natyrisht, siç kam thënë, unë do shkoj në Shtetet Bashkuara
më së shumti me rastin më i konference.